Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar rubrikën Sy më sy me qytetarët, ku deklaroi se Shqipëria renditet e para në klasifikimet e Bashkimit Evropian për shërbimet dhe funksionalitetin e administratës publike. Shkon institucionet e shtetit, zë koka me mendu, po pse do të shkosh në institucionet e shtetit për shembull? Ti ke platformën i Albania, të gjitha shërbimet, 95% përveç atyre shërbimeve të pasaportës kur duhet lësh gjurmët e gishtave apo kur do të martohesh etj, po një grup i vogël shërbimesh janë ende pa akses të plot në Albania. Pse do të shkosh në institucionet e shtetit? Çfarë do të zgjidhësh në institucionet e shtetit që nuk ta zgjidh platforma e Albania për shembull? Pyetje. Dhe alternativa ime cila është? Alternativa ime është më e qartë se kur, më e kthjellët se kur, më e dukshme se kur. Shqipëria në Bashkimin Evropian. Keni një gjë kundër kësaj? Dhe gjithë kjo rrugë ka qenë një rrugë e mundimshme patjetër, por për ta sjellë punën këtu, jemi një hap larg. Një hap është konkrete, është reale, është aktuale. Kryeministri Edi Rama thotë se vetëm ai dhe Partia Socialiste mund ta kyçin Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Në komunikimin live me ndjekësit, kryeministri tha se askush tjetër nuk mund të bëjë këtë gjë. Ai nuk kurseu dhe u ironin për Sali Berishën, duke thënë se ka rrjedhur, por e ka prej moshës. Shqipëria hyn në Bashkimin Evropian. Dhe në momentin që hyn në Bashkimin Evropian, ne kemi një buxhet ekstra. Dhe në atë buxhet ekstra mund të bëjmë shumë gjëra të tjera. Përveç faktit që në momentin që hyn në Bashkimin Evropian, ne kemi të garantuar një mirë faktin që nëskush më nuk e kërcënon barazin bare ligjit dhe nuk kërcënon kërkimin përmbys të gjithë kësaj përpjekje të madhe që kemi bërë për reformën drejtësi. Tani, çfarë do të them? Do të them që dil nga ai territor ku je ngujuar dhe shikoje realitetin pak më ndryshe se sa që shikon. Okej? Edhe unë nuk them votoni mua se ka rrjedh bufi i knedës, se që është në rrjedhje, kjo duket qartë, po kjo është çështje e moshës, kjo është çështje e atyre që vazhdojnë e lënë rrugëve të bëhet meme për ditë. Mëtej, Rama theksoi se qytetarët duhet të bëjnë kujdes për shkak të rrezikut për vjedhjen e të dhënave personale. Rama shtoi se të përdorësh VPN do të thotë të ndash me një tjetër password ose të dhënat.